Para se të zbres nga avioni, piloti vëren pasagjerin e fundit brenda, i cili është kopja e tij identike. Para se të zbriste nga avioni, kapiteni Edward Blair vuri re një njerit vetmuar në aeroplan, i cili refuzonte të largohej. Duke e parë nga afër, ai kuptoi se njeriu ishte kopja e tij identike. Mirdita, zonja dhe zotrinj. Ky është kapiteni Edward Blair duke folur. Sapo kemi zbritur në aeroportin ndërkombëtar të Chicago Midway. Shpresojmë që ta keni shijuar fluturimin tuaj me ne dhe dëshirojmë t'ju shohim sërish në një nga fluturimet tona të ardhshme. Foli kapiteni nga kabina pas uljes me sukses të avionit. Pasi aeroplani u parkua, kapiteni dhe oficeri i parë ndoqën protokollin, duke pritur që të gjithë pasagjerët të zbrisnin përpara se të largoheshin nga kabina. Ku erdhi radha e tyre për të larguar, ai hapi derën e kabinës dhe pa një prej stjuardesave duke folur me një burr që refuzonte të largohej nga avioni. Gjithçka në rregull këtu? Pyeti Eduardi, duke u afruar atyre. Stjuardesa po, i me kokë. Do t'ju hap pak kohë, buzëqeshi ajo, përpara se të shkonte drejt fundit të avionit. Eduardi u hutua nga fakti se ajo donte ta linte vetëm me pasagjerin, derisa kuptoi arsyen. Përpara tij qëndronte një burr që dukej tamam si ai.